lidhje. Për të kësaj ka dhe shumë marrëveshje tjera. Nuk ka nevojë, u votu ligjin ku ka dhe shumë marrëveshje tjera ndërkombëtare që kanë qenë. Nuk e njeni hiç që funksionon Kosova. Mu e thonë shlirë. Absolutisht. As e njeni kushtetutën, as ligjet, as FSK-n, as presidentën, as qeverin, veç i jap një zonë me kalkulime, spekulime politike. Kalkulime, spekulime. 121 milion kanë humbur brenda ditës. 121 milion kanë humbur brenda ditës për shkak të një vendimi të pamatuar. Po nuk është e vërtetë o vatime që duhet me kalu në kuvend. Për një marrëveshje që nuk është. A të ndove, se të paktën po provojnë me Goldi Poqës duhet më në kuvend. Po pra, a jo dëgimi FSK-s. Po komplet si marrëveshje. Pra da, nuk është komplet. Jo, po pa diskutim. Po flet në përgjithësi, po flasim për gjithë misionin. Po pra. A duhet ajo të shkojë në kuvend. Mos me rrotulloni fjalë, zoti Shadiku. Po s'po i rrotulloj unë e kam fjalën. Mos me rrotulloni fjalë. Po ti nuk mundesh me nis FSK-n pa një marrëveshje ndërkombëtare është Goldi Poqës. Duhet më ratifiku në kuvend. Duhet më orë kuvend. Dërgimi FSK-s nuk duhet më orë kuvend. Sepse ekziston ligji që rregullon kush vendos nëse FSK-ja do të shkojë në gaz, nesër mund të më shkon të morin lindor, kush vendos? Diku tjetër, kuvendi vendos. Po është vendosur, ka vendos kuvendi muj. Jo, po vërtet shumë. Blok ligj ko, ekziston Kosova ligjin e ko. Muj e ko ligjin. Që Kosovë që lejohet pjesëmarrja FSK-s lejohet pjesëmarrja në operacione ndërkombëtare pa qëruese ose pa shkëjuese. Kërkush, po sido që tjetë, unë mendoj që për secilin mision... Po në kushtetueshmërisë ka mendim o muj, ka rregull, është apo s'është. Ekziston apo s'ekziston. Hajgare mi mësu me bo në studio. Jo, ne s'bëjmë hajgare, po përpiqemi të bim tavan në... Jo, po kjo është saktë, po nuk e kemi në plan me bërtit, sepse për secilin mision ata duhet të marrin leje nga kuvendi, ose të njoftojnë, o gjëja më normale, sepse prej misionin mision, ka misionin që nuk lejohet me shku në shtetet jo mike, ose të ndryshme. Ka dhonat lejeve njëherë që janë gjithë në shtetet jo mike, Fatime. Për secilin mision ti merr vendim në vete, sepse ka misionin që ti nuk do me ndërfu konkrete. Nuk e ki mirë Fatime, çush me thonë ndyshe. Jo, është shumë mirë. Mos spekulo se s'është e vërtetë që kjo. Jo, është e vërtetë, po megjithatë je ka vërtet shumë edhe nuk e kena s'pomin me mbërrit gjithëritën e njëjtë. Kur hub një argumentin ju mkreni po futet. Vazhdo, apo do me vazhdu argumentin, nuk krijnë rregull. Unë e thash argumentin tam edhe i çova vul. Për secilin marrëveshje që ka me shku, se ti vendos në cilat misioni do të me çu ushtrin tonë në cilat jo, po për tek kësaj ti ki kohë me vërtetuar dhe mandej diskutojmë prapë. Ka dhe shumë marrëveshje tjera përveç kësaj që nuk është ratifikuar në kuvend, e që është dashur të ratifikohen, e konsideroj që marrja këtij vendimi me impulsivitet, megjithatë do të ndikojë në karrierën e zonës Osmani. Uroj që mos të afektohet shumë për të keq, por megjithatë veprimet e tilla kanë edhe pasoja pastaj. Vetëm pak, thot për herë të parë FSK-ja u dërgua, po përpiqet të marrë kështu, jo ChatGPT. Po, mos tani. Po për herë të parë po e shoh, po e citoj Radio Evropa e Lirë, për herë të parë thot FSK-ja u dërgua në mision jashtë vendit